Çfarë do t'i thoje sot sipërmarrësve që kanë një ide, kanë një ëndër, ti je një njerëz që ke ndërmarrë riske të mëdha në jetën tënde, si është ta fillosh me zero para? Unë ju them që mos keni kur frikë, sepse nëse ju i bini prej frikës, ajo është absolutisht pjesa më e vështirë dhe ajo që pjesa më e madhe e njerëzve ngelin dhe kthehen mbrapa dhe pastaj pendohen. Pse nuk e bëra? Është më mirë të pendohesh për diçka që ke bërë apo të pendohesh për diçka që nuk e bërë. Më thënë më mirë pendohen për diçka që e kam bërë. Ku do t'i gjejnë paratë mjetet financiare? Gjëja e parë, duke punuar, i punësuar të tjerët, kur ti e ke horizontin e hapur dhe ke disponibilitetin me veten tënde dhe ke një qëllim, nuk refuzon pra asnjë lloj detyre që t'jepet, sepse pikërisht aty qëndron suksesi nesërmët që ti do kesh për veten tënde. Kur e shikon që një individ është duke punuar shumë për ty, Absolutisht. si e motivon? Unë jam